Qeverisë së bashku me datat. Dhe radha tani, shikuesëndëruar, është që të prezantojmë atë që e paralajmëruam në fillim, pra një operacion shumë i madh i Prokurisë Speciale, i koordinuar me Policinë e Kosovës, Drejtorinë Antidrogës, e gjithsesi edhe me njësitë speciale, i realizuar ditë më parë, ka çuar prapa grilave 22 persona, të cilët po dyshohen se janë të përfshirë në krim të organizuar dhe në trafikim me lëndë narkotike dhe pastrim të parave. Për ta, gjykata ka vendosur masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Në ndërkohë, ne këtu në emisionin 5 kemi siguruar aktvendimin të cilin e ka dhënë gjykata themelore në Prishtinë për Kitazi me këta të arrestuar. Meqenëse është një rast kaq i madh, kemi vendosur pra që ta sqarojmë procedurën se si ka ardhur pra deri në fund, pra kur jenë arrestuar këta 22 persona, në ndërkohë ka edhe shumë të tjerë që janë duke jetuar, të cilët do i mësojmë në rrjedhë të këtij edicioni. Siç e shihni pra në këtë grafik, bëhet fjalë për 22 persona, personat e arrestuar janë Avnire Kaliu, Kahriman Aksoj, Kurban Dizdari, Onur Vizdik, Andi Vokshi, Arjanit Krasniqi, Rageb Bislimi, Armend Ismaili, Safet Lajqe, Kenan Brovina, Lorik Tigani, Shemsi Bahtiri, Erdogan Ismaili, Ylli Musliu, Rifat Voqetaj, Roland Beqiri, Eleze Leze, Ardian Mazrekaj, Edin Berisha, Recep Nikçi, deri pra tek aty ku është edhe Abedin Gjakova. Mirë po si kishte nisur kjo procedurë, pra kishte nisur të hetohej me një akt vendim ku fillimisht ishin përfshirë vetëm 2 persona. Regjia, le të kalojmë në grafikën tjetër për të kuptuar pra rrjedhën e procedurës. Fillimisht kjo procedurë pra kishte nisur akt vendim për fillim të hetimeve, ishte me 16/08/2004 ndaj Ardian Mazrekajt dhe Edin Berishës. Më pas, pra Prokuria Speciale kishte marrë një vendim me 31/10/2024 për ta zgjeruar hetimin edhe ndaj Blerim Sharapollit, Recep Nikçit, Abedin Gjakovës, Avnire Kaliut, Kahriman Aksoj, Kurban Dizdari, Onur Vizdik, Rageb Bislimi, Eleze Lezi dhe Rifat Voqetaj. Fakti që në këtë rast, pra janë të përfshirë shumë persona dhe të cilët pra vijen pas një operacionit të madh që është zhvilluar në vendet evropiane, siç është Franca, Belgjika, në koordinim me Europolin dhe thyrjen apo depërtimin në softverët e aplikacionit Sky ECC, kishte bërë pra që tutje të vazhdojnë një akt vendim tjetër, e që ishte i datës 04/03/2025, ku ishte zgjeruar hetimi për 70 persona. Në këtë rast, pra, mesin e për këtyre 7 persona janë arrestuar në fund edhe Ylli Musliu, Erdogan Ismaili, Shemsi Bahtiri, Lorik Tigani, Kenan Brovina, Safet Lajqi, Andi Vokshi, Armend Ismaili dhe Arjanit Krasniqi. Në ndërkohë në fund, pra kemi edhe një akt vendim tjetër që është i kohëve të fundit, pra i datës 22/05/2025 që ka të bëjë me Roland Beqirin. Kështu kishte filluar pra procedura cila kishte nisur që të zhvillohej në fillim pra nga ana e Prokurisë Speciale. Në ndërkohë do të marrë shkurtimisht një prononcim,